Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në TikTok ku do ndalemi ditën e sotme tek zhvillimet e fundit mes Kosovës dhe Serbisë, ndërkaq sikurse edhe në të kaluarën Kosova dhe Serbia kanë drejtuar akuza ndaj njëra tjetrës në mbledhjen e radhës të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Kosovën, të mbajtur në New York, përderisa Shtetet e Bashkuara kanë qenë të qarta në qëndrimin e tyre se normalizimi i marrëdhënieve është rruga vetme përpara për të dyja vendet, pra për Kosovën dhe Serbinë. Kam të ftuar ditën e sotme për diskutuar mbi këto zhvillime zotin Exhat Aziri. Ju përshëndes kënaqësi. Përshëndetje për ju. Zoti Aziri, atëherë në një përplasje të fortë diplomatike në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, Kosova dhe Serbia kanë rikthyer sërish akuzat e vjetra, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kërkuar qartë pra uljen e tensioneve mes të dyja vendeve dhe normalizimin e marrëdhënieve. Fillimisht, si e keni parë të gjithë diskutimin që është zhvilluar në OKB? Të drejtën është një shfaqje që paraqitet do 3 muaj kur Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara në New York debaton për raportin e shefit të UNMIK-ut në Kosovë që paraqet para kësaj organizate rreth situatës politike dhe sigurisë në Kosovë. Pra kemi parë edhe në kaluarën edhe dje përplasjet e vazhdueshme mes Kosovës dhe Serbisë. Serbia si gjithmonë me propagandën e saj për ta paraqitur Kosovën sa më keq do të thoja, duke akuzuar edhe në disa akuzat pa baza e të pavërteta që demantohen edhe në realitetin kosovar. Ndërsa pala kosovare si çdo herë argumenton atë çfarë paraqet përballë anëtarëve të Këshillit të Sigurimit. Pra, është një shfaqje që përsëritet çdo 3 muaj ditë kur Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara debaton për raportin e shefit të UNMIK-ut në Kosovë, një administratë krejtë e panevojshme tashmë në Kosovë, megjithatë po vazhdon që të monitorojë, të vëzhgojë situatën e sigurisë, të politikës në Kosovë. Kështu që kjo zyre e thanë edhe anëtarë të bashkisë të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, siç ishin përfaqësuesi amerikan, përfaqësuesi britanik, se tashmë kjo përfaqësi e OKB-s e njohur si UNMIK është e panevojshme në Kosovë. Sa i përket fjalimit të përfaqësuesit të Serbisë, ministrit të punëve të jashtme Marko Đurić rreth Kosovës dhe pozicionit të minoritetit serb në Kosovë, ishte vazhdimsi përpres të tyre, gjoja për përkërsimin e kësaj situate të këtij minoriteti, e në realitet është e kundërta. Komuniteti serb tashmë ka filluar të kuptojë realitetin, ka pushtetin e 4 komunat veriore që ishin problematika e më pashme në të cilën u thirr edhe Đurić, por tashmë atje kemi një realitet të ri dhe komuniteti serb që përbën shumicën në këtë pjesë të Kosovës dita ditës po e kupton realitetin, dita ditës po fillon të integrohen, kanë raporte të mira me qeverinë e Kosovës sa i përket punës së tyre si pushtet lokal. Unë e vlerësoj shumë gjithë raportin, gjithë falimin e ministrit të punëve të jashtme të Kosovës, zotit Glauk Konjuca, që argumentoi të kundërtën me mjaft kompetencë dhe argumente propagandën e zotit Đurić në Këshillin e Sigurimit. Zoti Aziri, nga ana tjetër, sa real është presioni amerikan dhe a do të munden palët të detyrohen të lëvizin drejt marrëveshjes? Tani të themi drejt në procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ndërshqinësore, siç është quajtur që nga fillimi i këtij procesi, ka mbetur në një lloj kome për shkak të zhvillimeve të tjera në botë, siç është
siç ishte më parë lufta në Ukrainë, ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë, pastaj lufta në e Shtetet Bashkuara të Amerikës kundër Iranit, gjithë fokusimi i Bashkisë Ndërkombëtare ka qenë tek këto dy vatra luftash dhe sikur ky proces pra i dialogut Kosovë-Serbi ka mbetur anash dhe nuk kemi pasur deri më tani ndonjë zhvillim apo ndonjë takim që do t'ja vlente për të theksuar dhe që do të prodhonte diçka pozitive në këtë proces. Tani me vizitat e Sorensenit, emisarit special evropian për procesin e dialogut Kosovë-Serbi, mund të pritet dhe po përgatitet një takim ndërmjet krerëve të lartë, pra presidentit të Serbisë Vučić dhe kryeministrit të Kosovës zotit Albin Kurti, por kjo varet shumë edhe nga proceset politike të brendshme në Kosovë, siç është zgjedhja e presidentit. Nëse edhe gjatë këtij muajit Kosova nuk zgjedh presidentin e saj, atëherë vendi shkon në zgjedhje dhe kështu edhe procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të ndikohen nga këto zhvillime të brendshme në Kosovë. Zëri, nga ana tjetër, Kosova e kushtozon dialogun me drejtësi për sulmet që kanë ndodhur në Bajnsk dhe Ibër Lepens duke kërkuar sigurisht përgjegjësi konkrete nga veta ana e Serbisë. Mendoni se mund të ketë normalizim të marrëdhënieve pas bardhjen e këtyre ngjarjeve të rënda? Ne pamë edhe gjatë mbledhjes së Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, kur ishte temë gjendja politike dhe sigurisë në Kosovë, ku disa mos të gati shumica për jashtë Rusinë dhe aleatet e saj në Këshillin e Sigurimit, të gjithë anëtarët e tjerë i kërkuan Serbisë që të bëjë atë çfarë duhet të bërë sa i përket të akuzuarve që ishin të implikuar në rastin në Bajnska, një kusht i vënë edhe nga Kosova për të rifilluar procesin e dialogut me Serbinë. Megjithatë, ne akoma nuk shohim një gatishmëri të Beogradit zyrtar që të mirret me këtë çështje, pra me sulmuesit e sulmuesit serb që tashmë janë në Beograd dhe janë të lirë, e që bën një sulm, unë nuk e quaj terrorist, e quaj një sulm agresioni të Serbisë në Kosovë. Kështu që nuk shohim shenja që Serbia e ka ndërmend që bëj arrestimin e këtyre arrestimin e akterëve të sulmit të Bajnskës, dhe nëse nuk shihet një vullnet dhe një gatishmëri e tillë, atëherë edhe nga pala kosovare nuk shihet se ka gatishmëri që pa u realizuar apo pa punuar në këtë drejtim nga ana e qeverisë serbe të ulen dhe të dialogojnë për një marrëveshje gjithëpërfshirëse, një marrëveshje që shumë perëndimi është këmbgulës që kjo marrëveshje duhet të kulmojë edhe me njohjen reciproke ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, gjë që nuk shihet shumë e afërt në horizont. Seri, nga ana tjetër, Serbia ka akuzuar qeverinë e Albin Kurtit për presion ndaj serbëve të Kosovës. I shihni këto akuza reale apo janë sërish pjesë e një strategjie politike të Beogradit, dhe nga ana tjetër, sa rrezikshme është ndërhyrja jashtme në proceset demokratike të Kosovës, ashtu si akuzoi edhe ministri i jashtëm i Kosovës Glau Konjufca pra për ndërhyrje dhe destabilizim të brendshëm nga ana e Serbisë? Serbia vazhdon prapë me atë propagandën e saj, e në tekst të saj e patë edhe ligjin për të huajtur, i cili tashmë ka filluar zbatueshmërinë e tij, por që ka disa lëshime kur bëhet fjalë për komunitetin serb, sidomos në veri të vendit, kur janë njohur përkohësisht disa nga dokumentat të cilat janë lëshuar nga strukturat paralele të Serbisë që dikur kanë vepruar në Kosovë, dhe këto janë
një lloj pranimi i përkohshëm për 12 muaj dhe këtu Serbia sikur filloi të propagandojë se është bërë shkelje të drejtave të minoritetit serb në Kosovë dhe një lloj përndjekje, gjë që nuk është e vërtetë. Ndërsa sa i përket asaj që diplomati Konjuca e theksoi për ndërhyrjet në serbe në proceset zgjedhore në Kosovë, kjo ka qenë vazhdimisht prezente dhe pres që sërish të jetë prezente përmes listës serbe e cila financohet e përkrahet dhe mbështetet nga Beogradi zyrtar dhe është si një lloj kali trojes që Serbia ka gjendë për ta destabilizuar Kosovën, për ta bërë një shtet jo funksionale dhe për të kërkuar një autonomi që do të ishte një shkallë e pushtetit të tretë në Kosovë, gjë që nga ana e Kosovës kjo kundërshtohet shumë me këmbgulje për shkak se një pushtet i tretë në Kosovë mund ta bëjë Kosovën një shtet jo funksional që mund t'i gjasojë Bosnjë e Hercegovinës. Pra Serbia do të vazhdojë edhe më tutje me agjendën e saj për ta destabilizuar Kosovën, për ta bërë shtet jo funksional dhe këtë e bën përmes të ashtu quajturës parti politike e Lista Serbe, e cila tashmë ka 9 deputet në kuvendin e Kosovës, por nuk është edhe pjesëmarrëse në qeverinë e Kosovës, sipas kushtetutës që parasheh që një përfaqësues nga komuniteti serb do duhet të jetë ministër në qeverinë e Kosovës. Megjithatë, kjo lista serbe ka diku 9 komuna serbe që mban pushtetin në Kosovë. Zoti Zeri, duke qenë se debati për listën serbe dhe ndikimin e saj mbeti sigurisht një nga pikat më të nxehta të përplasjes politike, mendoni se po përdoret tashmë lista serbe si një instrument politik nga ana e Beogradit? Është përdorur gjithmonë. Edhe në të kaluarën edhe tani, pasi që dihet fakti se lista serbe është formuar nga qeveria e Serbisë si e vetmja përfaqësuese e interesave të serbe në Kosovë, por edhe si një instrument në duart e Beogradit zyrtare. Kjo ka bërë që mos të ketë një pluralizëm demokratik në përbrenda minoritetit serb në Kosovë, ku që nga viti 2013 ka qenë lista serbe ajo që ka dominuar komunitetin serb në Kosovë, duke qenë si e vetmja përfaqësuese e interesave të tyre, që unë them rrallë herë ka përfaqësuar këto interesa, përpos që ka qenë një instrument politik në duart e qeverisë së Serbisë dhe presidentit Vučić për të vazhduar kundërshtimin ndaj zhvillimeve politike në Kosovë, për të vazhduar kundërshtimin e pavarësisë së Kosovës dhe me tentim gjithmonë, siç e thashë më parë, për të destabilizuar Kosovën dhe për ta bërë shtet jo funksional. Se i përket dhe asociacionit të komunave me shumicë serbe, zotja Ziri, e cila është një çështje e cila vazhdon të jetë sigurisht kërkesa kyçe nga ana e vetë Serbisë, mendoni se është asociacioni një zgjedhje për stabilitet apo nga ana tjetër është rrezik për funksionalitetin e shtetit të Kosovës? Tani do të varet se cilat do të janë kompetencat e këtij asociacioni. Qeveria e Kosovës, konkretisht kryeministri Kurti, ka kundërshtuar që statutin e kësaj organizate ta dërgonte në gjykatën kushtetuese të Kosovës për ta vlerësuar nëse është në frymen e saj. Pra varet shumë nëse ky asociacion çfarë kompetencash do të ketë. Nëse do të ketë kompetenca ashtu siç i ka parapar në një opinion gjykata kushtetuese e Kosovës, atë nuk mund të kemi ndonjë rrezik. Por nëse ky asociacion ka kompetenca ekzekutive që prekun shumë më gjerë se sa çështjet arsimore e kulturore, atëherë kemi të bëjmë me një autonomi
territoriale politike që do të vendoste një shtyllë të pushtetit të tretë në Kosovë e që nënkuptohet se do të kishte një destabilitet dhe një diçka që mund të ndikonte edhe në funksionalitetin e shtetit të Kosovës. Pra nuk neglizhojmë rrezikun që mund dalë nga ky proces, mirë po formimi i tij do të jetë në kuadër të kornizës të një marrëveshje gjithëpërfshirëse mes Kosovës dhe Serbisë. Nuk pres që asociacioni i komunave me shumicë serbe të fillojë të formohet pa një marrëveshje kornizë gjithëpërfshirëse mes të Kosovës dhe Serbisë. Për shkak se atëherë nëse ky asociacion mund bëhet pa një marrëveshje kornizë, vlerësoj se Serbia mund të fillojë më pas me gjëra të tjera që do të kundërshtonte marrëveshjen përfundimtare apo të bënte obstruksione kësaj marrëveshje. E qartë, sa i përket dialogut zotëria Ziri ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, pra që nga viti 2011 ka prodhuar marrëveshje, por jo gjithmonë kemi pasur zbatim të këtyre marrëveshjeve. Pse kanë ndërshtuar këto marrëveshje dhe kush mban përgjegjësi për mos zbatimin, pavarësisht edhe standardit të dyfishit që është ofruar nga ana e Bashkimit Evropian? Të drejtën, ky proces i filluar diku në 2011 si një proces, një dialogu teknik, është thënë qysh në fillim për të vazhduar më pas dhe një dialog politik që thuaj se do të ishte për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Ato çfarë ka ndodhur më parë dhe deri më tani janë e demantojnë plotësisht atë për çfarë është nisur ky dialog. Marrëveshjet që kanë arritur për segmente të ndryshme që kanë të bëjnë qoftë me marrëdhëniet Kosovë-Serbi, qoftë në raport me minoritetin serb në Kosovë, janë disa marrëveshje të cilat edhe nuk kanë gjetur zbatim dhe ne kemi pare dëgjuar se si palët kanë akuzuar njëra tjetrën për obstruksione ndaj këtyre marrëveshjeve. Megjithatë, kjo ka bërë që të jetë një rezultat, mosbatimi i tyre të jetë rezultat plotësisht apo diçka që ka ndodhur për shkak të mos një presion, nuk ka mungesën të një presioni nga Bashkimi Evropian që ka qenë facilitus apo ndërmjetësues i këtij procesi dhe sot jemi aty ku jemi, ku marrëveshjet të arritura në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mos gjejnë një zbatueshmëri të plotë, herë janë zbatuar në mënyrë gjysmake e herë nuk janë zbatuar fare. Dhe këtë shkaku i mos zbatimit të këtyre marrëveshje ka qenë presioni i munduar nga Bashkimi Evropian, sidomos në raport me Beogradin zyrtar, ku në vend se Beogradit zyrtar t'i bëhej presion dhe të sankcionohej që të detyrohej për realizimin e këtyre marrëveshjeve, jo rrallëherë Beogradi është favorizuar dhe kjo një farë forme sikur e ka trimru Beogradin zyrtar që edhe përkundër nënshkrimit të marrëveshjes, edhe përkundër dakordancave në Bruksel në procesin e dialogut me Kosovën, ato që ka prodhuar ky proces edhe të mos i zbatonte në terren. Zoti Ziri, nga ana tjetër, sa i përket dhe rolit të UNMIK në Kosovë, a shihni tashmë se ka vërtet një rol specifik apo nga ana tjetër është një strukturë e tejkaluar, pasi kjo mbetet sigurisht një tjetër pikë përplasje mes palëve, por sigurisht edhe ndërkombëtarëve? Thjesht UNMIK është të kurrur në një zyre që thjesht aktiviteti i tij ka të bëjë me si një mision fakt mbledhës që përgatit raport rrëmujor për Këshillin e Sigurimit të Kosovës, sigurimit në Organizatën e Kombeve të Bashkuar, bazuar në rezolutën 1244, një rezolut që tashmë është tejkaluar dhe nuk ka asnjë farë roli në Kosovë, që nga 2008 kur Kosova shpalli pavarësinë e saj. Megjithatë është përhapise kjo zyre akoma vazhdon aktivitetin
e saj, një aktivitet mjaft të kurrë, një aktivitet që fokusohet vetëm në shkrimin e raporteve tremujore për Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, që bazohet dhe këtë punë e tij bazohet në një rezolutë 1244 që tashmë është e kaluar, por fakti është se kjo zyrë po vazhdon të jetë të funksionojë në Kosovë pa një ndikim as në aspektin politik apo të sigurisë në Kosovë. Thjesht është aty sa për t'i krijuar një alibi Beogradit zyrtar që të thirret në raportet e kësaj zyrje dhe akoma të mbajnë shpresë në rezolutën 1244, ku kjo rezolutë e sheh statusin e Kosovës të pa definuar, kështu që nuk shon ndonjë rol shumë censor të saj përposa asaj që e thash, se është një zyrë e cila merret me shkrimin e raporteve, me aktivitetin e saj gjoja në mbrojtjen e minoriteteve në Kosovë, në veçanti atij serb në veri të vendit. E qartë. Mirë, zë Zeri, për të mbyllur, ndërka është një takim i mundshëm me Albin Kurti dhe Aleksandar Vučić në Bruksel, shihet ndoshta si një mundësi për rifillimin e dialogut mes të dy vendeve pra Kosovës dhe Serbisë. Mendoni se ky takim mund të sjellë vërtet një kthes reale apo nga ana tjetër do të jetë një raund pa rezultate ashtu si ka ndodhur dhe herët e kaluara? Kjo varet se sa do të jetë presioni i Bashkimit Evropian tek krerët e lartë shteteve respektive, por natyrisht që në këtë proces është shumë qendror edhe roli i Shtetit Bashkuara të Amerikës, që do të mund të ishte vendimtare për të vazhduar procesi i dialogut në rast se ky takim realizohet në Bruksel ndërmjet presidentit serb Vučić dhe kryeministrit të Kosovës zotit Kurti. Mund të flasim atëherë për një proces, për një fillim e një procesi i cili thash edhe më parë se do të varet shumë edhe nga se si do të zhvillohen proceset e brendshme politike në Kosovë, si para nesh është zgjedhja e presidentit të Republikës. Dhe nëse Kosova për këtë muaj, ndoshta ka mbetur diçka më pak se 20 ditë, nuk dështon për të zgjedhur presidentin e vendit, atëherë vendi shkon brenda 45 ditëve në zgjedhje të jashtëzakonshme. Dhe kjo mbase do të jetë një pengesë e madhe edhe për zhvillimin e këtij takimi, por edhe për një vazhdimsi të procesit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. E qartë. Mirë, zë Zeri, kemi arritur në fund, ju falenderoj për gjitha informacionet. Ishte kënaqësi. Faleminderit juve. Faleminderit shumë. Mirë, shikues të nderuar, kemi arritur në fund të kësaj pjese të parë, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë për të ndalur sërish te Kosova dhe Serbia. Mirë, shikues të nderuar, jemi rikthyer tashmë në pjesën e dytë ku do ndalemi sërish te Kosova dhe Serbia dhe te diskutimi që është bërë tashmë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Kam të ftuar në këtë pjesë të dytë për të diskutuar mbi ato zhvillime deputetin e Partisë Demokratike të Kosovës, zotin Hisem Berisha. Ju përshëndes kënaqësi. Përshëndetje edhe për ju. Atëherë, zoti Berisha, sa i përket diskutimit që është bërë tashmë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, ku ka pasur edhe akuza pra mes palëve mes Kosovës dhe Serbisë, dhe sigurisht ka pasur dhe një qëndrim nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të vazhduar dialogun mes të dy vendeve. Fillimisht, si e keni parë të gjithë diskutimin që është zhvilluar në OKB dhe çfarë pritet të prodhohet? Tani jemi në një moment kur vetë rendi ndërkombëtar është i sfiduar nga shumë kriza dhe përplasje të hapura, do të thonë gjeopolitike, kështu që diskutimet e fundit të Këshillit të Sigurimit të OKB-s konfirmojnë se çështje të ndryshme nga Kosova, jone deri te Ukraina, lindja mesme e tjera, nuk trajtohen më në një vakum, por si një pjesë e një arkitekture globale ku interesat shpesh mbizetrojnë mbi parimet që i kanë vendosur vetë këto instanca ndërkombëtare përmes dokumentave të ndryshme. Seanca apo ai pjesa që përfshin debatin për Kosovën dëshmoj edhe njëherë si statusi dhe subjektiviteti ndërkombëtar i Kosovës vazhdon
tjetë një pjesë e përplasjeve të këtyre qëndrimeve politika apo narrativa që kanë shtete dhe bloqe shtetesh në raport me Kosovën, por dhe me interesat që konvergjon Kosova në raport me aleatet. Këtë rast po flas për SHBA. Pra, në njërin anë janë ato shtetet që qëndrojnë dhe që e njohin Kosovë, që janë pro Kosovës, se mbështesin realitetin e Kosovës së shtet i pavarur dhe sovran, dhe në anën tjetër janë ato subjekte ndërkombëtare apo shtete aktorë që për arsye të qarta gjeopolitike apo të interesat të tyre përpiqen ta relativizojnë një realitet pa kontestueshëm. Për ne kjo nuk është e re, as kjo çfarë ndodhi nuk ishte diçka e re. Ajo që është shqetësuese është fakti se shpesh Kosova paraqitet në këto forume më shumë si një objekt diskutimi, se sa një subjekt aktiv që imponon një narrativ vetë, një kurs politik, veprimit dhe diplomatik që çon në avancimin e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës. Pra problemi nuk qëndron tek mungesë të argumenteve, janë shumë të qarta, janë shumë të forta, janë edhe të mbështetura, por më shumë përshifet si një mungesë e një strategjie të qëndrueshme dhe të koordinuar shtetërore që do t'i artikulonte këto interesa apo këto argumente në mënyrë më proaktive dhe në mënyrë të vazhdueshme, jo të jetë të marrë një pozicion, të më thonë Kosova në diplomaci apo dhe në këto forume nuk mund të ketë një pozicion apo një reagues kështu reaktiv. Ajo duhet të kalojë në një fazë tretë, si shtet, si diplomaci, si politike jashtme, ku me prezencën në këto forume ndërkombëtare na nuk shërbejmë atje vetëm për të kundërshtuar deklaratat e tjerëve, siç ka ndodhur vazhdimisht deri më tani. Me ato argumente që po janë të qëndrueshme, po më shumë të karakterit emocional se sa që po përdoren ato që janë fakte të mbështetura ndërkombëtarisht dhe të koordinuar me aleatet. Pra, duhet të ndërtohet një pozicion më i konsoliduar ndërkombëtar i vendit e jo siç ka ndodhur deri më tani. Keni pasur çdo seancë e Këshillit të Sigurimit është një mundësi për me forcu këtë pozitë. Pra, pozicionin e vet Kosovës dhe me promovu apo me etablu një pozicion dhe një vizion të qartë dhe një koordinim institucional që sot për fat keq shpesh edhe mungon apo mos them se mungon vazhdimsi. Edhe diskutimet që i pata atje për luftën në Ukrainë, vetëm e kanë thelluar edhe më tej që panoramë që po mundohet me paraqit rreth OKB-s, të cilën më shumë të ka goditur edhe iniciativa dhe doktrina Trump në politikën e jashtme të SHBA-ve. Ato nuk janë thjesht pra debatet një konfliktit izoluar. Aty po vënë në sprovë dhe po vënë pa edhe rregullat e lojës të vetë sistemit ndërkombëtar, ku për shembull parimi i sovranitetit, integritetit territorial po vënë tash në provë dhe po shihet mënyra se si po e trajtojnë konfliktin. Për shembull, kanë krijuar një precedent drejt për drejt për raste të tjera duke përfshirë Kosovën. Pra, paradoksi i disa qëndrim ndërkombëtare shifet në faktin se në disa raste dënohet agresionin në një rast, kurse në anën tjetër tolerohen apo relativizohen qëndrime dhe narrativa apo politika, çështje politike që bien ndesh me të njëjtat parime që i promovon vetë OKB-ja. Për Kosovën mendoj se kjo nën kupton dhe duhet të jetë mësim i nxjerrur për nevojën për një angazhim shumë më të madh diplomatik për një mënyrë që të shmangët çdo ekuivalencë e rrezikshme politike dhe juridike që përpiqet të bëhet çështjes së Kosovës në raport me zhvillimet tani, qofshin ato në Ukrainë dhe pjesë caktuara diskutimet për statusin e tyre, apo mos flasim për lindjen e mesme ku konvergojmë me asnjë ngjashmëri. Kurse edhe diskutimet në lindjen e mesme tregojnë qartë se kufizimet e sistemit ndërkombëtar apo të vetë OKB-s janë në menaxhimin e krizave, pra në rajonet ndryshme të botës, siç është lindja mesme, janë shumë komplekse ose mos them është e paftë, është e handikepuar. Pra, janë ato bllokimet politike brenda Këshillit të Sigurimit, të cilat i kemi vrejt edhe në vitet 99 kur është dashur të veprohet nga NATO-ja për shpëtuar Kosovën. Edhe sot e kësaj dite kjo ndërhyrje konsiderohet jo e mbështetur ndërkombëtarisht, jo e mbështetur në drejtë ndërkombëtare dhe pa mbështetur nga Këshilli i Sigurimit. Pra janë diktuar nga interesat e fuqive të mëdha që në anëtarët përhershme dhe dëshmojnë se OKB-ja shpesh nuk arrin të prodhojë vendimmarrje efektive në momentet më kritike ndërkombëtare.
Unë mendoj se ky është një realitet që duhet lexohet me kujdes nga shtetet e vogla, në veçanti po flas për kam fokus gjithmonë në Kosovën, kështu që mbështetja vetëm në mekanizmat formale ndërkombëtare nganjëherë nuk është e mjaftueshme, pra ajo duhet të u plotësu tash edhe me ndërtimin e aleancave të forta strategjike dhe me një diplomaci aktive që rrit peshën e vendit tonë në raportet ndërkombëtare. Kosova ka qenë dhe mbetet në një rrugë të mirë, kemi një stërkeqje, kemi një hendek që është krijuar për shkak të veprime politike brenda vendit, të cilat nuk i mbështesin këtë kurs strategjik që kemi ndjek deri më tani. Mirë, po mos harrojmë se kur fokusi zhvendoset tek Ballkani, narrativat rreth shteteve që pretendojnë ta kenë rolin primar apo primatin në Ballkan kanë ngelur të njëjta. Për shembull, ende kjo zonë apo Ballkani perëndimor në veçanti trajtohet si një hapësirë me potencial të lartë për me pas tensione. Fatkeqësisht katalizatori i këtyre tensioneve mbetet objektiv Kosova dhe ai katalizatori që i nxit këto procese prapë është Serbia dhe politika e saj jashtme. E kesh trajtimit, e kesh përdorimit, e instrumentalizimit të pakicave kombëtare në shtetet fqinje. Pra është një stabilitet i brisht, i cili është edhe i kurzuar pastaj nga shumë zhvillime politike, por edhe ndikime dhe impakti që kanë shtetet që i përdorin proksit e tyre, siç është Rusia, me Iranin lindja, apo me Iranin e vetë në Ballkan që ka Serbi. Prandaj, unë mendoj se kjo çështje më shumë ju shërben tani atyre aktorëve që synojnë ta mbajnë rajonin në gjendje permanente dhe të kontrolluar pas sigurisë. E këtë situatë duke krijuar status quo të vazhdueshme në procesin politik të zonë dialogut në Kosovë, për cilin u insistua që të vazhdohet, u insistua që të plotësohen detyrimet, kërkon një përgjigje të qartë nga vetë shtetet e rajonit, por në këtë rast Kosova ka interesin primar që ta mbyll procesin e dialogut me Serbinë. E mbyllja e procesit që këtij dialogu, unë mendoj se për Kosovën do të thotë jo vetëm me usill tani si faktor stabiliteti, sillet si ai fëmia i mirë, por të artikuloj rolin e vet në mënyrë të fuqishme në arenën ndërkombëtare. Kjo nuk mund të bëhet me një situatë çfarë kemi tani, me një përplasje politike, me një pasiguri juridike dhe kushtetuese dhe me një imazh të kontestueshëm në aspektin ndërkombëtar. Pra, unë mendoj se jemi pjesë, tani veç jemi pjesë e infrastrukturës globale të sigurisë, pra kemi trupa në misione të mbështetjes së paqes alongside with me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me të cilët kemi full of agreement për të qenë pjesë e misioneve brenda misionit forcës pra për mbështetjen e paqes. Pastaj jemi në nënshkrues të bordit të paqes iniciativës së SHVA-ve dhe presidenti Trump, që drejt për drejt sfidon këtë burokracinë e OKB-s, po dhe të vendimmarrjes NATO, kështu që duhet ta intensifikojmë rolin. Shqipe tash është një element i rëndësishëm në cilin unë kam punuar, se kam qenë në uniformë në nivele strategjike, pra për ta intensifikuar rolin e ushtrisë këtë rast forcës në politikën e jashtme të Kosovës. Kjo është me shumë rëndësi të arrijë Kosova dhe unë besoj që do të gjendet modalitet dhe do të gjendet njerëz adekuat me aftësi të caktuara që munden me rrit këtë rol. Sa i përket sfondit global, sot është ai shumë i ndërlikuar dhe çdo gjë është një gjë shumë e qartë në marrëdhëniet ndërkombëtare. Nuk mjafton vetëm me pas të drejtë. Ne gjithmonë kemi pas drejtë historikisht. Mirë po, shtetet duhet me arrit me mbrojtë dhe me avancu interesat e tyre. Në këtë rast kur thon shtetet aludojnë Kosovën, po aludoj edhe në shtetet aleate në rajon, tash në Shqipërinë që ka ende detyrim kushtetues për kujdesin ndaj shqiptarëve në për shtetet ose jashtë asaj Shqipërisë londineze. Pra duhet me pas një strategji të qartë, duhet me pas koordinim në nivel kombëtar, nuk mjafton vetëm brenda, sepse shqipe këto janë tema që te i kalojnë kanë karakter transnacional, i te i kalojnë kufi shtetëror dhe me pas një vazhdimsi në veprime, jo shkputje për shkak të ambicieve të ngushta partijake dhe politike sa herë ndrojnë pushtetet, edhe kursi kombëtar të determinohet apo të ndryshohet. Shifne veç fokusonin në vizitën e fundit që kishte Kurti në Francë. Askush nuk u përkushtua shumë ta shohë dhe as të ketë një transparencë për çka ndodhi atje. Pra ishte jo transparent, ishte as nuk u dhani sqarim as për opinionin publik, as për institucionet e Kosovës, as për mediat. Agjenda e takimit fatkeqësisht
tmerrsisht u bë e ditur nga një përfaqësues i shteti që ka për disponim armiqësor ndaj Kosovës, pra nga presidenti i Serbisë Vučić, e bëri të qartë agjendën. Pra këto janë tregues e pastaj deklarata e presidentit Macron për një pres të re, për një model të ri të një marrëveshje ndërkombëtare për Kosovën, mes Kosovës dhe Serbisë, si ajo e Greqisë me Maqedoninë, pra është një diçka shqetësuese, sepse Kosova ose populli i Kosovës nuk e krijoi identitetin mbi toponominë e territorit, për dallim të atij kombit maqedon që pretendon të identifikohet, i cili identitetin kombëtar e ka krijuar në bazë të autenticitetit të territorit, autonomisë të territorit. Por është konvergjencë, është në dy tre popujve, bullgar, grek, shqiptar. Dhe prandaj është i diskutueshëm dhe s'mund të ketë një pres pa Kosova s'ka nevojë për pres pa tre. Kosova ka kursin e veprimit politik dhe diplomatik të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili kërkon mbyllje me një marrëveshje politike me Serbinë, njëjë ndërkombëtare dhe ratifikim kufish. Pra këto janë tema që unë mendoj se duhet përbëjnë shqetësim për ne, e tani në këtë rrethon çdo debat që zhvillohet në Këshillin e Sigurimit, pra qoftë për Kosovën, qoftë për Kosovo'n e Mesme, qoftë për Ukrainën, duhet të shihet jo vetëm si një pasqyrë e realitetit ndërkombëtar, por si një test për vetë aftësitë tona për të vepruar si shtet. E ky është një test që nuk fitohet me këso retorika që nga njerë na emocionojnë kur flasin me do fjalime shkruara apo të konceptuara dhe me do pila revanshe ku ta diun se nxisin emocione të atij patriotizmit të kufizuar folklorik që kemi në karakterin tonë, por duhet me pas një vizion të qartë, një organizim institucional të mirëfillt dhe stabil dhe permanent dhe një angazhim të vazhdueshëm diplomatik. Këto nuk bën me hove. Prandaj po ti referohemi vakancës institucionale që kemi, domethënë 25 ju dini që ka qenë një dështim total, mos të krijemi institucione, por mos harrojmë se edhe dikun nga vera vitit 24, dhe më thënë, shtatori e tutje kemi qenë në fushat realisht. Unë bajnë mend seanca në grupin tem parlamentar, kom qenë vetëm unë njerë në atë blokën e partisë. E mos flas për të tjerë që s'vinin fare, kjo subjekti më i fuqishëm. Pra kemi një vit e gjysmë po bëhet tani, por shtoj edhe ato 3-4 muaj të 24-s, jemi 2 vite pa institucione. Jemi 2 vite pa diplomaci, jemi 2 vite pa menaxhim të korrekt buxhetit, me format ndryshme të cilat po të bëhet një hetim i pavarur, të ishte ndërkombëtar, këtu do të ketë format ndryshme të krimit edhe institucional, edhe ndaj rendit kushtetues të tjera. Kjo nuk garanton dhe nuk jep kurrë perspektive. Qartë. Zoti Berisha, duke qenë se Kosova e kushtozon dialogun me drejtësi për sulmet që kanë ndodhur në Banjsk dhe në Ibër-Lepenc, duke kërkuar sigurisht përgjegjësi konkrete nga ana e Serbisë, mendoni se mund të ketë normalizim pas zbardhje në këtyre ngjarjeve të rënda dhe nga ana tjetër, sa reale shihni sot presionin amerikan dhe a mund të detyrohen palët të lëvizin për një marrëveshje dhe çfarë do të prodhonte sigurisht një takim ndoshta në Bruksel nga ana e kryeministrit Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić? Qeve, Banjska është një ndër ato elementet kyçe që ka qenë një skenar i rrezikshëm, ka qenë një lloj miniature e ndërhyrjes së Rusisë në Donetsk e Luhansk të Ukrainës, gjëja për të mbrojtur atë komunitetin e vet aty, dhe pastaj i vendosi trupat në brendi dhe krijoi një vijë frontale, domethënë ku dhe filloi faktikisht lufta për invazion në territor. Banjska ka pas këtë karakter, ishte një skenar që nuk mund të trajtohet si një epizod e izoluar e sigurisë. Pra, këtu kanë qenë, kjo ka qenë një pjesë e një arkitekturë më të gjerë pas sigurisë, ku ndërthuan edhe interesat gjeopolitike, sepse nuk është e rastit, por edhe projektet rajonale të bashkëpunimit, mirë po edhe procesi dialogut, që në vend që të prodhon normalizim, ajo krijon një paqartësi strategjike dhe hapësirë për tensione të reja. Tani, në këtë kontekst, unë mendoj se Bashkia Ndërkombëtare ka obligim, duke pas parasysh formën se si organizu, armatimin, nivelin e koordinimit. Këtu kemi të tregu qartë se kemi të bëjmë me një incident që nuk është spontan, por një operacion i strukturuar për ta shtrihur, nëse ata kanë quajtur akt terrorist, pastaj quajtën individ të armatosur nga Bashkimi Evropian dhe e relativizuan e minimizuan dhe sot da Vučić thotë ta janë qytetar të Kosovës, sepse Radojčići
që u vendos në krye të atij grupi që ishin oficer të liruar 6 muaj më parë, domethënë dokumentet, vendimet i kishin retroaktivisht 6 muaj më herët, të gatshëm të nënshkruan që të mos involvojnë ushtrinë e Serbisë dhe ishin në veprim në operacion. Kishin vënë në krye një Radojqis sepse ishte nga Gjakova. Ishte një qytetar i Kosovës, ashtu kështu, ishte nën kryetar një subjekti politik që është subjekt parlamentar në Kosovë dhe deshin t'i japin adutin fuqiqit ta prezantoj si pakënaqësi e qytetarëve të serb të Kosovës se ndjen të diskriminuar ku ta diune. Mirë po, për mua në vlerësimin tim dhe analizën time ka qenë një skenar, por konkludoj se që këto ishin operacione me mesazh qartë politik. Dhe këtë mesazh duhet spari ta marrin aleatët ndërkombëtar që po mbështesin Kosovën apo që po ndërmjetësojnë procesin e dialogut dhe përmbylljen e procesit politik Kosovë-Serbi. Këtu u tentua si të pasoja strategjike apo konsekvenca nga ky operacion. Së pari rikthimi i dimensionit sigurisë së lartë në veri. Pra për të zhvendosur situatën nga tensionet civile si kanë qenë ato pakënaqësi ku ta diun me zgjedhjet dhe me trajtime tjera jo zyra për pagesa këto të karakterit teknik në një kërcënim të organizuar tani që domethënë e rrit tensionin edhe në tavolinën e bisedimeve nesër po dialogut e rrit tensionin për të gjetur një zgjidhje që e arsyeton planin franko-gjerman dhe vetë menaxhimin apo statusin special të objekteve religjioze. Kjo nuk është rastësisht dhe prandaj është nisur drejt për drejt nga Beogradi dhe është një skenar që e kam quajtur atëherë dhe përsëris sot i 4 që ulën në tavolinën e bisedimeve ndërmjetësit ndërkombëtar Borrell dhe Lajçak që vinë të 2 nga 2 shtete që dhe sot e kësaj dite e sabotojnë Kosovën dhe njohjen e saj dhe Vučić dhe Kurti të cilët që të dy nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, ai për arsyet e veta, ky për atë arsyeën e tij patriotike të Bashkimit Kombëtar, edhe që e din fort mirë se është jashtë kontekstit kushtetues, por edhe dokumentet ndërkombëtare që kanë sjellë të pavarësia. Tjetër çka ishte kjo? Ishte një testim i kapacitetit institucional të Kosovës, por edhe të partnerëve ndërkombëtar. Përfshi edhe reagimin e strukturave të sigurisë në Kosovë, siç janë policia e Kosovës, EULEX që është prezent, KFOR që pastaj ka mandat kur krijohet ambient pasigurie, por edhe vetë AKI-s. Dhe tjetër që kishim ishte ky mesazh politik për procesin e dialogut, duke vendosur sigurinë si instrument të presionit në Kosovë. Dhe këto të gjitha nuk i kontribuojnë pastaj një zgjidhje të qetë, pragmatike, një zgjidhje që krijon stabilitet afatgjatë dhe i mundson Kosovës me ecë si shtet i pavarur përpara siç ishte tazom marrëveshja Washingtonit apo siç ishte marrëveshja Brukselit all in one, ku mos zbatimi i një marrëveshje nën kupton se s'ka zbatuar asgjë, pra duhet të gjitha të zbatohen dhe kjo sulli pastaj në shtrirjen e këtij skenarit pasigurisë, i cili në fund doli me atë ofertën politike të qeverisë aktuale për një reformatim dialogu dhe të marrëveshjeve e që na sollën në planin franko-gjerman me pikën 7 dhe në statutin e asociacionit që promovon atje një autonomi territoriale, politike për komunitetin serb, pra vetë menaxhimi e kam thënë dhe po përsëris, është kërkesa e një komuniteti etnik për të jetuar autonom apo i pavarur brenda territorit një shteti tjetër. Tipike për këtë çfarë po ndodh në veri. Dhe tani zoti Kurti ju e pa presionin në Këshillin e Sigurimit të zbatohen detyrimet e marra nga këto marrëveshje që janë antikushtetuese. Dhe këto detyrime do të sjellin në cenim të integritetit territorial dhe shtrirje sovranitetit politik në territor. Sepse ajo i referohet rezolutës 1244, nuk i referohet as kushtetues dhe as deklaratës pavarësisë. Dhe ka arbitër ndërkombëtar për çdo përplasje të qeverisë Kosovës së Qendrës me atë krijesë tre politike dhe territoriale. Dhe kjo nën kupton se kemi bëjmë me një strukturë paralele të brenda territorit të Kosovës. Kështu që këto zhvillime na çojnë në një model të veprimit hibrid, ku ndërthuan elemente edhe të sigurisë, edhe të sabotazhit, nëse referohemi pastaj kanalit të Lepensit kur u vendosën. Imagjinoni sikur të dëmtohej diga e liçenit, pasojat janë katastrofale për Kosovën, janë fundos. Sepse edhe termocentrali, pra energjia si aseti më strategjik, edhe pse në limite funksionon mbi atë ujë.
Pastaj marrëveshja e Washingtonit e trajton në mënyrë specifike Ibrin, sepse këtu është thembra e akidit për Kosovën. Lumi Ibër ka viti bifurkative dhe është aseti më strategjik i shtetit tonë. Përkundër faktit që flasim ne për Thëngjillin e Kutadiune. Ky është aseti strategjik i vendit. Kështu që pastaj ka një përpjekje për ta krijuar në mënyrë të vazhdueshme një realitet paqëndrueshëm, i cili mund të përdoret edhe në tavolinë negociatave, siç thash, për ta bërë presionin ndaj Kosovës që të krijohen kompromise të reja në emër të një paqeje. E kjo Kosovës nuk i shërben më, sepse Kosova e ka njeh një kurs politik që ka sjellë deri te një marrëveshje finale që pritej të ndodhte sikur të mos ishte kursi politik i devijuar tërësisht nga kursi i veprimit politik që pas Kosova në garancën e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra duhet tani këtu na është rritur shumë roli i aktorëve të jashtëm. Edhe më shumë po shkohet në menaxhimin e krizave dhe ndjekën një pas një të këtyre zhvillimeve brenda Kosovës, sesa gjithmonë duke afatëruar ndërmjetësimit Bashkimit Evropian në rolin që ka luajtur në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, duke i dhënë një dimension krejtësisht tjetër. Tani kushtu Kosova trajtohet vetëm mas pari nuk shihet absolutisht si subjekt i barabartë. Pastaj mbetet tani janë hapur të gjitha çështjet edhe të karakterit teknik që lidhen me to dhe ngrit dilemin a kemi të bëjmë këtu me një normalizim raporti apo thjesht po punohet në relativizimin e shtetësisë Kosovës. E kur kihet parasysh oferta politike e kësaj klase të qeverisë që është sot, duke shndruar në pushtet në mënyrë Kutadiune, dhunshme sepse asnjë palë zgjedhje nuk e kanë legjitimuar ende për shkak të krizës institucionale dhe kushtetuese. Unë mendoj se këtu kemi të bëjmë me atë tendencën për të na kthyer në ofertën e cila e mundsoi tërheqjen e Serbisë, administratës serbe, ushtrisë dhe policisë në vitin 99, e që ishte një republikë e tretë. Atëherë ishte Serbia mali zi dhe planifikoi Kosova, që ishte oferta e Miloševićit që ja dha Holbrooke në atë kohë, më shumë se autonomi, më pak se pavarësi. Ky është rreziku që po pret Kosovën. Prandaj kjo katërshe e paqartë strategjike që ishin ulur në tavolinë e bisedimeve deri në vitin 25. Unë mendoj se duhet të ndalen. Kosova duhet të luftojë për njërin e pavarësisë dhe ratifikimin e kufijit me Serbinë dhe jo të fokusohet vetëm në menaxhim të krizave që i pradhojnë në mënyrë të harmonizuar Beogradi me Prishtinën për interesat e mbetjes në pushtet. Vučićin Beograd e Kurti këtu në Kosovë. E qartë. Mirë, se të Berisha kemi arritur në fund. Ju falenderoj për çdo informacion. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund të këtij programi dhe për ditën e sotme. Vazhdo të shihemi sërish ditën e hënë. Deri atëherë, mirupafshim.